Sezoni binjakëve ka filluar duke sjellë kështu fillimin e sezonit të eksplorimit social, të spontanitetit, të kuriozitetit, të udhëtimeve në distanca të shkurtra, të aktivitetit, si dhe të muzikës live gjithashtu. Gjatë sezonit të binjakëve ne ndihemi gati për të provuar gjërat e reja, për të takuar njerëz të rinj, për të krijuar kontakte, për të fituar një kuptim më të qartë të asaj çka ndodh rreth nesh, pra të botës rreth nesh. Pas sezonit të demit, që njihet si sezoni i stabilitetit dhe i mirëqenies, do fillim që të përdorim këto 29 ditët e ngelura të ardhshme për të shkuar nga frynera dhe për të eksploruar, për të lidhur me të tjerët, për të evoluar në një version më energjik si dhe më intelektual të vetes. Dhe për gjithë ju që dëshirojnë të lexoni mbi shenjat tuaja, shenjën ascendente apo atë të diellit, se çfarë ndodh gjatë sezonit të binjakëve dhe si ndikon sezoni binjakëve tek ju, unë i kam publikuar gjitha parashikimet si gjithmonë në Patreon, kështu që mund të abononi në patreon.com/kejastro.